Ngërshi në kuvendin e Kosovës është produkt i kalkulimit të partive për zgjedhjet lokale, të cilat mbahen ka fundi i këtij viti, ka thënë analisti Arnor Sadiku. I ftuar në specialen e KTV-s për vazhdimin e 17 të seancës konstituive, ai theksoi se lëvizja vetëvendosje mund të kalkulojë që me lokale të organizohen edhe zgjedhjet e parakohshme nacionale. Lëvizja vetëvendosje si duket nuk ka asgjë me urgjencë dhe është interesuar që të vazhdojë kësaj për faktin që i ka levat e pushtetit në dorë dhe të njëjtën kohë nuk i gutet asgjë, kurse opozita është më tepër e fokusuar tashmë në zgjedhjet lokale dhe vetëm ka filluar përgatitjen e kandidaturave për kryetar komunash dhe siç po shihet jemi në një skenario ku praktikisht lëvizja vetëvendosje do ta zvarrijë situatën rast sa do të jetë e mundur. Sipas Sadikut, historia ka treguar se në mungesë të vullnetit politik për të dalë nga bllokada, presioni ndërkombëtar për zgjidhje ka qenë shpesh faktor vendimtar. Në kaluam presioni ndërkombëtar ka kryer shumë punë dhe shumë çështje në krye Kosovën, se po të na leheshin si duket neve vetë të bëjmë disa punë, nuk do të dinim të bënim dhe nuk do të dënim. Sikur që po ndodh aktualisht, dhe fatkeqësisht siç e tha në fillim të emisionit, ky kuvend i Kosovës po duket sikur ai sokaku i të marrëve në romanin e Kadaris, ku njerëz domosdoshmë që kalojnë asaj dhe janë vërtet të marrë dhe edhe vetë kuvendin e kanë shndruar tillë. Në mungesë të zgjidhjes, presidentja Vjosa Osmani nuk e ka përjashtuar mundësinë që të drejtohet gjykatës kushtetuese, e në këtë gjykatë ditë më parë ka deponuar një kërkesë AOK-ja.